Për çaj e vëndi bashkëtar? Që kjo është pengesa. Për çaj e vëndi bashkëtar? Na keni kërë një vitë bërë, çaj oponentë? Pak ditë më parë u publikuan pamje të kryeministrit Edi Rama në Rom, ku ai shihej i irrituar duke bërtitur në telefon. Videoja ngriti me njëherë spekulime në Shqipëri mbi personin dhe çështjen, u përfol se mund të ishte një prej bashkëkryetarëve të komisioneve parlamentare, por më pas doli se telefonata lidhej me një projekt shumë më të madh, marrëveshje $140 milion për Smart City. Kryeministri kishte folur atë ditë me zëvendësministrin Julian Hodaj dhe shefin e IT-s në Policinë e Shtetit, drejtues të grupit që negocion kontratë me kompaninë Prisite nga Abu Dhabi. Projekti, i financuar përmes një kredie $118 milion me interes 4% për 15 vite, parashikon instalimin e mira kamerave të survejimit, radareve inteligjent dhe pajisjeve të policisë, të gjitha pa u zhvilluar asnjë tender. Sipas kritikëve, skema është ngjashme me praktikat e mikrokredive. Shteti merr borxh nga Emiratet vetëm për ta transferuar po aty, ndërsa qytetarët mbeten me barën e shlyerjes. Grupi teknik i punës ka kërkuar oponencë të studimit të fizibilitetit, çka shkaktoi edhe shpërthimin nervor të Ramës, pasi çdo verifikim shtesë do ta vononte projektin me 1 vit. Kostoja përfshin mbi $31 milion për software, 62.4 milion për pajisje dhe 17.1 milion për mirëmbajtje. Shifra të konsideruara shumë më të larta se çmimet reale të tregut. Për kritikët, mungesa e garës ka fryrë kostot dhe ka kthyer projektin në një pazar të madh politik e financiar, të cilin përfundimisht do ta paguajnë qytetarët shqiptar.